Qytetarët e Tetovës dhe rrethinës vazhdimisht ankohen se pjesëtarët e policisë bëjnë presion ndaj këmbësorëve në rrugën e Ilindenit tek xhamia e Pashës. Ata janë ankuar se gjobat në këtë pjesë shqiptohen në bazë etnike dhe se këta pjesëtar janë shumë tolerant ndaj pjesëtarëve tjerë etnik maqedonas kur vjen në shprehje gjoba. Qytetarët anketuar janë shprehur se policia bën dallime sa i përket shqiptimeve të dënimeve, por ka edhe prej tyre që mendojnë se policia nuk bën selektime në baza etnike në Tetovë. Dihet ajo, dihet vetëm shqiptarët ku i son, faj pa faj, bën vapin i fajtojnë edhe s'ki që të bësh, shtetin e mod me zortë të qerët. Se unë jetoj shumë jashtë edhe pak raste kom t'i shoh, por mundësia ekziston. Jo, policia i përgjithshëm sa për mendimin tem. Përafërsisht ato të hujt nuk i ngasën fort një kohë, a më tash me këto parkinget apo dënimi i madh, për pak apo shumë të shtrëngojnë në ato gumat e s'ke mundësi të lërgohesh për vendit. Dhe patjetër të paguash një dënim dhe të ecësh ashtu. Nuk është realitet hala bashkë, duhet ta mos vijë më e keqja. Po dihet si qaja është. Më herë pa s'ka kush fol. Nuk janë drejtat njerëzore për me tokë. Nuk janë. Barabarta nuk janë konë kur një herë edhe nuk do t'jenë. Për më u përmirësu, duhet më u bani një sakrificë madhe. Atëherë të përmirësohet diçka. Po gjithë ku shpret për që tërkuj, vetë nuk mund t'ja nise, kur gjo. Qështu do t'kalym, s'kemi qa bajnë. Lafa janë unë jam për ditë këta. Ata tonët që në t'i majtësh. Në mos të kepa dukun ndë një urë për kile të rabë. S'ka gurgun ndë njohë, s'ka. Kështë nuk ka. Unë ata i komunoj. Amo këta i kanë pëhet. E në pëse janë shqiptarë, me konë aj Maqedoni të nale, me një herja që të to, me konë aj shqiptarë, milici, aj kameti bëhet. Jo, s'kisha thanë është. Ajo, së më ka hasë punët të më dali dhe gupë se jem shqiptarë, se s'ka të bëja e matë. Në ndërkohë, profesori universitar Bashkim Selmani thot se shteti mbushar ka të saj nga dënime që u shqiptohen shqiptarëve. Nëse e analizojmë me pagesën e detyrimeve të gjobave, edhe këtu ka dallime pak më të mëdha, sidomos Shkupje është me më shumë, dhe me thonë, banorë dhe dalin tarifat se më tepër paguhen dënimet, por edhe pjesa veri perëndimore, nëse i bëjmë bashkë gjitha qytetet, atëherë rezultojnë se pikërisht në pjesën ku qytetarët shqiptar janë të banuar, dënimet janë shumë të larta për kokë banore. Nga policia e Tetovës kanë mohuar këto akuza që janë në drejtim të pjesëtarëve të saj. Ata inkurajojnë qytetarët që të paraqesin raste të këtilla. Nëse ndonjë nga këmbësorët që kanë kryer kundërvajtje janë drejtuar tek redaksia juaj dhe vlerësojnë se janë të dënuar në mënyrë të padrejtë ose pa bazë, mund të dorëzoj parashtresë deri te sektori për punë të brendshme në Tetovë, kundër pjesëtarit të policisë që kanë qenë në kontrollet dhe parashtresa pastaj do të proceduohet deri te kontrolli i brendshëm e cila do të shqyrtohet. Nëse vërtetohen çfarëdo lëshime të pjesëtarëve të policisë, atëherë në mënyrë adekuate do të reagohet, tha Marian Josifovski, zëdhënësi policisë së Tetovës. Sipas qytetarëve, gjoba shqiptohen nga 300 euro dhe pjesëtarët e policisë kryesisht të rinj të gjobat i shqiptojnë vetëm për shqiptarët, pasi që në këtë pjesë më shumë qarkullojnë pjesëtarët e komunitetit shqiptar. Në zonat ku maqedonasit jetojnë nuk ka kontrolle të kësaj natyre.